Gjykata e posaçme ka caktuar paraditën e së shtunës në orën 9 mbajtjen e seancës për rishikimin e masave të sigurisë ndaj zëvendëskryeministres Belinda Balluku dhe drejtorëve vartës të saj Gentian Gjyli dhe Eral Telezi. Balluku është pezulluar nga detyra dhe është ndaluar dalja jashtë vendit, ndërsa dy drejtorët përballen me masa arresti në shtëpi. Seanca ka për qëllim vlerësimin e këtyre masave, ndërkohë që hetimet për shkeljen në tendera janë zgjeruar. Gjykata e posaçme ka firmosur gjithashtu 28 urdhëra kontrolli në banesa dhe adresa të ndryshme, duke përfshirë sekuestrimin e pajisjeve elektronike si celular, laptop dhe dokumentacion administrativ. Këto masa janë kërkuar nga prokuroria e posaçme me synimin për sigurimin e provave shtesë në hetim. SPA ka marrë të pandehur Ballukun dhe varësit e saj për dy tendera të rëndësishme publik: tenderin e tunelit të Llogaras në vlerë 180 milion euro dhe lotin 4 të Unazës së Madhe në Tiranë me vlerë 20 milion euro. Hetimi synon të përcaktojë nëse procedurat e tenderimit janë shkelur dhe nëse ka pasur paracaktim të fituesve. Situata mbetet nën monitorim nga autoritetet, ndërsa vendimi i gjykatës pritet të sqarojë masat e sigurisë dhe të ndikojë në vimësinë e hetimeve për një nga çështjet më të ndjekura nga SPAK.